Zoja mund nga tregoni, a mund t'ju zëvendësoj pak një limaj në pozitën që po e do edhe ai për çka i Unë nuk e di edhe sa herë duhet ta paraqesim qëndrimin e lëvizjes vetëvendosje. Si që kemi thënë në vazhdimsi, të drejtën për të propozuar kandidatin për kryetar të kuvendit e ka lëvizja vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje tashmë është përcaktuar për këtë çështje. Ajo çfarë duhet është që deputetët të marrin pjesë në votim, pra të votojnë komisionin për votimin e fshat, qoftë për, qoftë kundër, qoftë të abstenojnë, por jo që të vinë në kuvendin e Republikës së Kosovës dhe të mos marrin fare pjesë në votim. Pra këtu shtrohet pyetja se për çka po vinë, në qoftë se vinë dhe nuk votojnë, atëherë as nuk janë duke e kryer detyrën e deputetit, sepse siç e dini, gjykimi i gjykatës kushtetuese kërkon nga të gjithë që të jenë pranishëm, të marrin pjesë në votim dhe të votojnë për, kundër ose abstenim. Pra është e rëndësishme që ky komision të formohet, të vazhdojmë me procedurat me votimin e fshehtë, po ashtu siç e dini, tashmë ka një lëndë në gjykatën kushtetuese. Duke pasur parasysh urgjencën, urojmë që gjykata kushtetuese sa më parë ta thotë fjalën për këtë. Ne kemi dërguar komentet tona në raport me kërkesën e AAK-s, prandaj shohim se cila do të jetë përgjigjja e gjykatës kushtetuese. Por a mund bashkëpunoni me limaj në qeveri? Ne po ashtu kemi theksuar që i shohim si partner tanë. Për këtë ka pasur disa takime, siç ka njoftuar edhe kryeministri Kurti. Diskutimet vazhdojnë për këtë qëllim dhe urojmë që sa më parë të përmbyllen, por para qeverisë është kuvendi. Pra është jashtëzakonisht e rëndësishme që të konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës. Kemi shumë punë për të bërë. Kemi shumë plane në qeverinë Kurti 3, prandaj është jashtëzakonisht e rëndësishme që të konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës. Pavarësisht të qëndrimeve personale, pavarësisht të gjitha atyre çfarë ka ndodhur gjatë kësaj periudhe, ne jemi shumë të hapur që të bashkëpunojmë me subjektet politike me qëllim që të konstituojmë kuvendin, por asnjë herë nuk do t'i pranojmë, si me thënë, kërkesat e tyre të cilat janë të parësyshme, të cilat janë të pajustifikueshme, të cilat nuk përkojnë as me kushtetutën dhe as me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Pra kam thënë edhe në të kaluarën që kërkesat e tyre që të ketë emra tjerë të përveçëm nuk mund t'i mbivendosen të drejtës kushtetuese apo në këtë rast edhe aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Ju thotat muajit maj, ju dhe deputetët dhe ministrat e tjerë do të merrni nga ministrit apo si deputet? Ne kemi dhënë përgjigjen për këtë, do të paguhemi si ministra.